Sa do që zhvillohet bota, me këtë zhvillim në këtë dozë zhvillohet edhe depresioni tek njerëzit për shkak të mungesës që ka shpirti në lidhjen me Allahun xhelel xhelalu. I shaq njerëzit i kanë të gjitha materialet, por kanë mungesë lidhje me Zotin, andaj në atë dozë ata dëshpërohen. Pse është tu dëshpërimi në raport me gjeneratat e kaluara? Po flasin për botën e tërësi, jo për besimtarët. Për shkak se sot edhe psikologët, edhe mjekët, çfarë i ofrojnë njerit kur dojnë me largu pi stresit? Çka i thojnë? Çka i thojnë? Ma pak me teknikën, ma pak me këto teknikat, se aq ma i lidh me teknikën, aq ma ti e don famën e kësaj bote, jetën e kësaj bote, ti dëshpërohesh. Andaj shikoj çka i ofrojnë, rri qetë, rri pak qetësoju, mos u mirë me njerëzi, pse pro kitë kjo çka ta ka ofruar ti teknika s'ban ti mu knaq. Çka të ban mu knaq të ndëruar xhamatli? Është emri Allahu xhelel xhelalu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Qot Allahu xhelel xhelalu, a nuk e dini ju se veç me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat? Andaj është imani në gajb, besimi dhe njësimi Allahu xhelel ala që e dallon muslimanin prej të tjerëve. Ti a di se Allahu të pa, ti a di se Allahu të ni, ti a di se Allahu të ka dorë, çish i katina. Të dëruar xhamatli, supozoj njeriu, dietar sa herë shembujt i bin sa për me ta afrua. Nëse ti je i lidh me durë të lidhta, me durë të lidhta, edhe armiku të ka dorë, runa Zot. Apo supozoj gjendje e palakmueshme e jotja, je ngatru dikon, dhe çdo lëvizje më e vogël thonë ti njerëz që kanë ardhur me shpëtue, pak lëviz djegësh. Çka bën ti? Ti shtongësh. Nëse e supozon dikon e ngatru, vinë me të ndihmue. Edhe thonë mos lëviz çati çushije. Se pak lëvizje e djeg krejt, e djeg vetën. Çka thuti? Këto e di kanë më mirë. S'po lëvizë desa të ndihmojnë. Njerit ka dorë, apo ka mujt me të rrejt. Apo ka mujt me të rrejt. E mirë, para me ndohë Allahu xhelel xhelalu thot: "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Kanali kryesor, arteria kryesore me të cilën ti jeton, damar me zemra, me krye, do të Allahu lënajna manga se qaj damari. Manga se qaj damari. E ti lëviz kundër Allahu që ishdo ti. Ti nuk jasos Allahu xhelel xhelalu dhe tyra që ishdo ti. Aja është mangat. Argument që mangat, po ti e shet njëri, që shotë të nejtë dhe shkot. Që shotë të nejtë des. E kjo është argument se besimin nga i besimin Allahu xhelel xhelalu ban njeriu shumë të kontrollueshëm. E shati ai këtë mund mi thonë po si thot, ai këtë mund mi bo po si ban, jo për tjetër, se ka Allah. Kur ta shif se njerit i mungon që kjo lidhje, mos u gjudit, mos u gjudit e bëhet qafir, mos u gjudit e bëhet mëkatar, mos u gjudit e bëhet gjithë shka, pse? Qka Allah? Veç prania e besimit Allahu xhelel nda njeriu. I shkrujti një qame Omer ibn Abdul Azizit, ishte krijetari muslimanëve, kishte pushtet madh. E ofendoj dikush, e ofendoj. Që i tha ki? Tha mos më kanë dita e kiametit, edhe unë i kam mundësit e mija. Që në kjo regull, mos më kanë dita e kiametit, edhe unë i kam mundësit e mija. Si cili e ka një nervoz, si cili e ka një mundësi, por mos më kanë dita e kiametit, mos më kanë që unë dalë para Allah, mos më kanë që mu Allah merë logari, mos më kanë që unë e kam ndërgjegje, kam iman. Kete kanë i diçka. Ama ka Allah, kjo ka Allah e kontrollon njeriu. Prej besimeve nga i është edhe besimi në xhenet, edhe në xhenem. E kjo e ban njeriu më kontrollue, edhe kjo e ban më veçue. A e përmendëm shpërblimet na i kena në ahiret, edhe dënimet, Allah në lupi dënimit. Shikoni njerëzit, kur e ditë se e pagun dikush tjetër, qa ban? Jam son gjuhën, jam son rrenët. Kini pa njerëz kur po shkojnë gurbet, ti thu ti s'ki ditë kur gjabe, po do bëjmë sova. E mësova gjermanishtën, e mësova gjuhën franceze, e mësova gjuhën italiane. Që shi mësove dhe? Po paguhet këtu. Që shtu bizorit e mësova. Pse? Po paguhet. Pse? A e kini pa zakonisht gurbetqit. Zakonisht e shprejnë ta. Bizorit o gjohë. Bizorit o vlasë, s'po rrijet atje. Mirë, kjo bizorit, që komentohet? Për pare. Po atje roga nuk kanë si këtu. Apo komentet tjera. Mjekësia pak me zhvillume, sigurimi i njerëzve pak më i zhvilluar, komunikacioni më i sigurt. Apo, çfarë po numëron? Këto janë të mira të kësaj bote. E Allahu xhelalu ala e bëri besimtarin me besu xhenetit se atë ka për shpërblyje.
Apo, a një pa neve kër ne e përshku në Gjermanien, ti të ven ose Zvicrën, apo venet e zhvillume, qka thu? Allah me vla, kërbe gjema një udh, gjema me një udh vija dhe one, a i thu qështu? O para me da Allahu gja ka zbukurue gjennetin Allahu gjenë gjelare. Siri se ka pa qisha, veshit smurt me një, s'ka ligjeru që t'ka zonë qaka ati. As mundës njerit menja mi shkue, rrinat ftoft kërë që gjennetit si mës më kanaj. Allahu në rrujë. Kjo qka është? Se na nuk jena të besu që duhet aje. Andaj ka pas prej selefit, parve të muslimanëve, të cilët ju ka folë familjarë, ju ka folë nxansave. Ka thonë sot hinë në gjennet. E hapi që aty, e pipi që tu, e rri që tu, e këshyra të lumë. Ti ka thonë prejshën, kur ki hipet i s'mërshmi në gjennet. Ka thonë për lexova me Kur'an se Allah tha që shtu ka me hangër, shtu ka me pije. A hak jo? Po e nëzita nefsin tem ta mënije që ta. A tjetëri ka thonë hinë në gjenem. E pash pëmën e zëkumit, e pash sakarin, e pash zjarin e atë zjare, tu vajtu e banor të zjarit. Ka thonë, po kurve ke në gjenem, të s'ke në gjenem. Ka thonë, po e lexova me Kur'an, Allah në kalzojke. Në kalzojke, që qështua. A këni po njës kur dojnë me ta përshkruj të shka i thu, a qështu ishta? U kana mirë, kur a përkeq, a qështu ishta? Zotin arrujt më s'ta qoftë aty. Kur ke thanë Allahu mbaf për gjenet livi, se shumë mirë ishta aty. Kur ne kontrollohemi të ndëruar xhamatli prej xhennetit, që ata dëshmojnë se jena të dalluar. Kur ne kontrollohemi petutës që mos tina në zjarr, atëherë jemi të dalluar. Për ndryshe, dërsa ne e çojna, mos na zojen komunikacion polici, s'ka mana. S'ka kuptim se të cilë besimtar. Ti e apritesh me t'nala, ti e aprit veç kur të vdesesha, ti e aprit veç ta shifsha. Ata nuk e ledhini ju minun e bil gajt kuj bje. Andaj ne besojmë në xhenetin Allahu xhelel xhelalu. Shikoj çka tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Tha alayhi salatu wassalam, tha ka për njerëz që kanë në xhenetin Allahu xhelel xhelalu. Me çfarë ai i ka largu pengesat në rrugë. Pse ne jam gjithmonë e lidh pengesën e rrugës me xhenetin? Po, pse hek njëri pengesën e rrugë? Zakonisht pyeten njerëzit përgjigjen, po çashtu na ka hije. Po rregullve kush përblehet për një punë? Te Allahu xhelel xhelalu. Pse me, në një po njëzit ta shkap që janë ba munges të imanit, po të në ta heka e ka du të me hek. Po heke besit, po gu është për këtë mund. Të paguna, njëri do të përru, se kanë dhe tirë. Ka dikush që Allahu të pagun, largoj e pengesën të rrugë. 12 sunet, ka thonë a.s. kush i falë, me regull, 12 sunet ditës, janë ndërton Allahu xhelalu në shpinë xhenet. Wallahi be, njeri me e thirë dikush për pazanikve. Mi thonë Allah, s'ku që pishovi njëzën e për emisione, kër ju dhërojnë banese e shpia. Me thirëve ti dikush dhe një pasanik kam atje, di që ka pare. Po dhe Allah e kena vendosë dhe një shpi 500 mijara me të bojë. Po ti ala pa e pa shpijën njëherë, tip një sheqere, një shtitet, përzijet pak. Ku merë mu kjo dhurat, ose një qka të njajshme. Apo, i ka zonë me gruje, me vlade i. Apo, pse? Se thu kje, banë Allah se ki ka. E Allah Zoti i ati që e ka dhonë që ti shka ka. Sa ka aj? Kur ne ti besojmë që atina, atëherë ne reflektojmë, atëherë ne veprojmë. Andaj ne si musliman të ndëruar xhamatli, duhet të nxjerrim pa se ne i besojmë Allahu xhelel xhelalu. Ne i besojmë në xhenetin dhe xhenemit. Ne i besojmë në kaderit Allahu xhelel. Ne i besojmë çdo meseleve. Na dallohemi me çdo punë. Dhe ç'kjo është kur na vej dikush? Çka jeni ju muslimanë? Ti çfarë do të më kallëzu? Jo me gojë. Me vepra. Kur që jatë dikush se si të uvjerë, mos unë jam qytetari ndershëm, jam muslimani ndershëm. Kur që jatë dikush se ti s'korruptohesh për kur gjatë, ti du shpidhonë se unë i besoj Allahu xhelle xhelalu mu kur kush në mbanë mos më korruptue. Jo që s'kam men, kam ma shumë se ti. Apo, ama unë i besoj Allahu, unë e tu të xhenemit. Kur ti tu të xhenemit, kjo e beket vlerë të frikës për Allahu xhelluara me reflektu të njerëzit. Andaj muslimanët të ndëruar xhamatli, si e pranun Islamin? Populli jonë, si e pranun Islamin? Pitutës? Për nga natyra, jena në qori jena. Që që pranun me Islamin? Populli jonë. Po duke pa se tu ka vlerë, tu ka xhenem, tu ka Allah, ka pejgamber. Ka pejgamber, këtë pejgamber të Zotit xhelel xhelalu. Sa pitutës dikush na ka shtinë pa muslimanët? Jo, por e pranuam me vlerë, edhe me vlerë dhe me nder duhet me e mbajt.